Po atëherë, pse nuk shikohet që në atë kuvend atje të miratohen ligje të cilat do të ishin në dobi të shoqërisë dhe jo në shkatrimin e shoqërisë? Pse nuk shohim ne të miratohen ligje për ndihmë ekonomike për fëmijë deri në moshën 18 vjeçare si e gjithë Europa? Pse nuk shohim që të miratohen ligje që nxiten martesat, që të shtohet lindshmëria, që të ndihmohet i riu dhe e reja, që të rrinë atë dheun e tij, e mos të iki të dërgjet e migracioneve, duke u ndihmuar nga shteti financiarisht, duke u rritur lindshmëria, duke u rritur rinia në popull dhe duke rënë pleqëria, sepse me të madhe jemi populli që kemi arritur moshën mesatare të mbi normat e caktuar, jemi drejt mplakjes si popull. E ku do të shkoj kjo? Dhe ky ligj akoma dhe e synon më tepër, sepse kush do donte më pas si prind që të bënte fëmijë dhe fëmia të merrte një edukim të tillë në shkolla, sepse kjo do të bëhet me ligj, do të vendoset në kurrikulën e lëndëve mësimore të fëmijëve tanë, dhe duam apo s'duam fëmijët tanë do të mësojnë gjëra të kësaj natyre të fliqura. Pse nuk u vinë në ndihmë me ligjet pensionistëve që t'i rrisin pensionet gjyshit dhe gjyshërve tona, që t'jetojnë dhe ato pak vite në komoditet, që mos vi më pas pensionisti italian Buzdetit në Durrës dhe në Vlorë dhe të blesh shtëpia dhe t'jetoj që ka parajs këtu, sepse vjen e shijon vendin ton, pastaj i huaj nga larg dhe nuk mundesh ta shijosh ti, si venali, si i ri apo si pensionist që je, sepse nuk ta mundson ekonomia. Pse nuk shohim ne të dalin ligje nga atë parlament që të investohet në mjeksi, sepse në çdo sektor të mjekësisë ka mungesë ilaçesh dhe medikamentesh. Njerëzit po dërgjën spitaleve, po nuk kanë rrugë zgjidhje, nuk kanë shërim. Dhe të gjitha këto ne shohim që miratohet një ligj që nuk i hyn punë askujt tjetër përveç se djallit të mallkuar dhe shejtanit të mallkuar, dhe kushdo që e voton këtë pa diskutim që ata nuk mund të quhen human, ndryshe do të quheshin tradhtarët e këtij kombi, sepse ato tradhtuan të parët tanë, gjyshit tonë, nëna tona, baballarët tonë, që me mund e me djerës u përpoqën të na edukojnë siç duhet, që të kishim ne një jetë sa më të mirë si fëmijë dhe nipërit e tyre një jetë më të mirë, por ja që do dalin disa njerëz të pamoralshëm, të pa Zot, që do të miratojnë ligje të kësaj natyre, të cilët më pas do të çrregullojnë njerëzimin.